nuk ka fjalë që mundet me përshkru, veç kur shëbon anë edhe. Njeri po mendoj që nuk ka jetu ma përpara. Me përshkru bardhëzi jetën para fëmis, edhe tash krejtë ngjyra ma se që u bo fëmija. Krijes që asnjë njeri në këtë botë, as vetë nana jote, nuk ka me të këqyrë që shko me të këqyrë fëmija jote. Sakrificë, dashni. Që mos hezitoni për një fëmijë, mos kurseni për një fëmijë. Rriteni mënyrën qysh jo çka don ai fëmijë, jo çka ai ka qef, po ai çka ka nevojë. Fëmija është krejt pasqyra e prindve, e shtëpisë, e familjes, e gjyshit, e gjyshës. Domethënë krejt çka bujnë ata kë komplet e pasqyra. Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Po çoj me një bebushe? Po. Sa vite po? Që 6 muaj. A më vonë kjo mrekulli e vetë non, si ka qenë për juve? Nuk ka fjalë që mundet me përshkru, veç kur shëbon anë edhen, edhe ato që s'janë ende nana, inshallah krejt buhen nana, po besoj që njeri po mendoj që nuk ka jetu ma përpara se me bo fëmin, do me thonë masit e bëj fëmin e din çka është jeta dhe e din kuptimin e plot jetës. Që një bon nanë, çfarë ndryshimi ka jeta për ty, kaluar edhe tasht? Të thash edhe ma herët une nuk si me përshkru bardhëzi jetën para fëmis, edhe tash krejtë ngjyra ma se që u bo fëmija. Do me thonë i ka dhënë kuptim çdo gjaje, edhe frym me marr njeri, po merr ke për fëmijë. Do me thonë çdo sen ka kuptim ma ndryshe, ma mirë, çdo sen është ma s'po di qysh me kamuflu me një fjalë, gjithçka ka ndryshu për të mirë. A ja vlen 9 muaj, Shazani ta mba në bark një fryt për të sakrifikuar, për të sjellë jetë një fëmijë? Mendoj që po, se është diçka që është pjesë e trupit tonë, është diçka që ti pe sjell në jetë, është diçka që s'ka mundo kur prej teje, dhe është një krijesë që asnjë njeri në këtë botë, as vetë nana jote, nuk ka me të këqyrë që shko me të këqyrë fëmija jote. Për ato vajza që ende nuk janë martu, që nuk dëshirojnë të bëhen nëna, çfarë mendimi? Ajo është temë individuale, mendoj, se cila e ka mendimin e vetë, po ja kisha sugjeru të paktën, nëse nuk dojnë me bo shumë fëmijë, të paktën një herë me provu, se deri e kom bo fëmijë nuk kom ditë me kallëzu kur gjo për jetën tam. Qëta shkom çka me kallëzu gjithçka. Ja kupton ndoshta edhe hekat edhe dhimbjet e nanës ma shumë, a e mendon këtë? Norm, 100%, 100% ma shumë, do me thonë e kuptoj në mënyrën e nanës, tash e kuptoj mënyrën qysh ajo unë kujdes për mu, tash unë qysh po kujdesna për djalin, do me thonë krejt kuptim ka marrë gjithë se cili sen, tash për di pse ka bo ajo kështu, pse unë po bëj kështu, krejt këto sene tash kanë marrë kuptim tjetër. Fjala nën, na përshkruaj me 2 fjalë. Sakrificë, dashni. Çto dyja e përmbyllin krejt. Vajzave, gjithë ato në grave që tashme të bënona, një mesazh, një këshill, ju si një gruaj fort, çfarë kishte sugjeruar, një këshill? Mos hezitoni. Ja vlen me dhon gjithçka për fëmin ton. Ja vlen me dhon kohën, gjumin, ushqimin, parët, gjithçka ja vlen për një fëmijë. Gjithçka. Kështu që mos hezitoni për një fëmijë. Mos kurseni për një fëmijë. Rriteni mënyrën qysh jo çka don ai fëmijë, jo çka ai ka qef, po ai çka ka nevojë. Plotson janë i kushtet në atë mënyrë që ka nevojë, jo që qysh ka qef. Kam pëlqen fond, nuk po muj pa tërhy qysh ka qef ai. Samir e tha se shumica ndoshta e kanë algjerin e fëmijëve që nuk e vazhdojnë mi shiku, ashtu e lojnë, domethënë. Po m'pëlqen, domethënë e kanë një limitë për fëmijë. Sa duhet të jemi domethënë vigjilent këtë pjesë? Unë nevojat e fëmisë me i përmbush, jo qefet. Se qefet e fëmijës janë të panumërta, unë mendoj që ka nevojë, edhe fëmija vetë me kohën, nëse ti vazhdon nevojat e ti jo kërkesat e qefet me ja plotësu, atëherë edhe fëmija mësohet me ato që çka do që kam nevojë, nana babi ma plotëson. Ose jo me hezitu me marrë diçka me kuna si fëmijë lakmitar, mësoj e prej fillimit për nevojat e veta me ja plotësu, atëherë gjithçka ka më shku në rregull. Disa nona prind, në përgjithësi thënë, nëse një fëmijë është prekur me fëmijë, është rrahur, është domethënë ka ca fytur, thënë, shohja dhe ti se duhet, mos ta kafshu. Jo, absolut, dhuna do të me kon zero në këtë pjesë, edukata e fëmisë. Se unë i ndëgjoj shumë nana që thojnë e ka fëmija vetë lindon. Jo, në këtë pjesë nuk jam me këta, se krejt varet që shritet fëmija, edukata, prej fillimit deri në moshën
e përcaktuar. Do me thonë, fëmia është krejt pasqyra e prindve, e shtëpisë, e familjes, e gjyshit, e gjyshës, do me thonë krejt çka bujnë ata kë komplet e pasqyra. Se për krahët një fëmijë se e ka rrahur, e ka prekur shoja dhe timi thonë. Ky është mendim i ca prindërve, tash shumë gabim për mendimin tim. Janë rregullat e shkollës, janë rregullat po menoj secili fëmijë është tash besoj me prind, mund është me anë mi tregu nanës, babës, prindit, vet ose gjithkuj, amo jo me arrit deri në këtë pikë. Se mendoj, është diçka e patolerueshme. Çfarë nanë e përgatitur? Kishte kënaqësi shumë që mirë se dova me juve. Turoj më të mirat ndje. Faleminderit juve. Shumë, kalofshi.